Pitalkat e Ramazanit janë gatime që kryesisht përgatiten për muajin e shenjtë të Ramazanit gjatë agjërimit dhe janë shumë të preferuara dhe përgatiten në shumë mënyra. Kemi pitalka të ndryshme që përgatiten me gjizë dhe kopër, pastaj me mishra të ndryshme. Por, prizrenit sa i përket pitalkave të Ramazanit dihet botërisht se në gjithë në qiellin shqiptar dhe jo vetëm në Kosovë ka një traditë të veçantë dhe traditë më të mirën të ruajtur ndër brezni. Kështu, Mustejeci, njëri nga ata që tani 4 dekada përgatit pitalka Ramazani, shpjegon se ato dikur bëshin në formë më të ndryshme, ndërka që tani më ato bëhen në formë tradicionale. Unë këmë bënu oti 40 vjetë. 40 vjetë? Që zanot, po. Ku kemi dalë serte, kemi punu më majet ta me lasi. Me këtë fasas se kemi përduar kur. Me këtë fasas tash gjatë kush punon këtë zanot. Po, që kjo zanot që ta su në punon këtë kush. E pitalka ma vetë? E pitalka edhe pitalka gjysero kohën, po tash e kanë hukë këtë zanot. Kjo është da përzojën e ka pas këtë zanot. Kjo zanot u kohën edhe maj i rëmë, po tash nuk përkëqyri. Na jemi të këqyri na më të muzëm. Si me që tu forësën punojnë. Ma ta parnët punojnë edhe granimi. Edhe njëri nga të rinjët të cilët merret me gatimin e pitalkave të Ramazanit është Revki Çoçaj. Zanatin e trashikon për babë së bjabë gjyshe, me zanat mirën për vitit 90, dhe më thanë, këta kemi zanatin e vjetër për të anëve të parë, dhe jemi të knaqën me këtë zanat. Kurse vetë prizrenasit e kanë si një tradit gatimin e pitalkave, kështu tregon Agon Ukallo. Prizreni ka një tradit e lashta i përket pitalkave dhe gjatë muajit Ramazanit zakonisht të gjithë prizrenasit janë të drejtuar tek furat dhe presin e rend për të marrë pitalkat e tyre. Kjo zeje sidomos në muajin e shenjtë Ramazanit duket se ka shumë punë. Dikur gatimi i pitalkave ishte më i vështirë, por tani ky gatim është bërë më i lehtë dhe më i kapshëm.